kemi që të bëjmë. Ndërkohë që duhet ishte një front kur e pranojmë që ky është realiteti dhe hajtë ta pranojmë që ta heqim edhe këtë shqetësim? Për fat të keq është pranuar ky realitet nga shumica prej nesh. Unë kam pasur fatin të jem edhe kandidate në zgjedhjet e kaluara dhe realisht është shumë është një fenomen që vazhdon edhe rritet. Pra automatikisht kur një grua ka një pozicion, ato njerëzit pa fytyra që futen online me lloj-lloj emrash të sajuar, marrin të drejtën që të akuzojnë se ti je imorale, ti je pa aftë, ti je thjesht një shërbëtore e partisë që përfaqëson e kështu me radhë. Pa pyetur që pas kësaj figure gruaje që ka bërë një aktivitet politik apo publik, qëndron jo vetëm ajo si një qenie njerëzore, po qëndron dhe gjithë familja e saj, gjithë shoqëria e saj dhe një grupim i tërë njerëzish që lëndohen nga këto akuza dhe nga këto sharje dhe tunë verbale cila lëshohet pa dogan online. Dhe unë realisht mendoj që gjitha ne që kemi një farë mundësie dhe na dëgjohet zëri tek njerëzit, pavarësisht nëse jemi në politik, pavarësisht nëse jemi në jetë publike, në pozicione të ndryshme, duhet të bëhemi bashkë dhe të reagojmë ka shi çdo sharje apo akuzash apo lumi fjalësh të papërshtatshme që bëhen ndaj secilës prej nesh, pavarësisht nëse e duam në planin personal apo jo. Po mendojmë edhe si trenden aftësisë që realisht gratë dhe zonja dhe vajzat kanë që ndodhë gjithë ky kalvar, balte hedhur. Unë mendoj që janë njerëz që kanë komplekse të tmerrshme inferioriteti, karshi grave. Ndoshta dhe të dhunuar nga nënat e tyre dikur, ndoshta nuk e di, pastaj duhen psikolog që t'i trajtojnë këto gjëra dhe unë nuk e marr guximin që ta bëj. Sa gjendemi aty në mes gjithmonë, por ka një problem të cilin unë besoj që ne mamat që kemi edhe djem duhet që ta korrigjojmë duke i edukuar djemt tanë që të mos bëjnë të njëjtat gjëra. Është vërtet. Silda, e dëmton më shumë një grua kur ka sharje, ofeza, kur ka sulme seksiste, apo lufta brenda llojit? Se harrojmë ose e shmangim me vetë dije këtë gjën, këtë luftën brenda llojit. Edhe gjejmë gjithmonë burrat si target group që na sulmojnë. Lufta brenda llojit është ndoshta pak më rrezikshme. Sikurse duhet jemi një front i tërë bashk për të luftuar ata që na luftojnë, nuk duhet të kemi luftën brenda llojit sepse ne ja njohim njëra tjetrës armët, edhe pasojat janë më të thosha në thonjza të përgjakshme se sa pasojat që vinë nga ata që nuk na njohin armët aq mirë sa që ja njohim ne njëra tjetrës. Absolutisht që do ketë luftë brenda llojit, por jo të jetë luftë brenda llojit se jemi gra, të jetë luftë brenda llojit se jemi nuk e di, gazetare, konkurrente, duhet të ketë një konkurrencë të shëndetshme dhe të mos ketë nga këto goditjet poshtë brezit që përdoren rëndom. Të gjitha reagojnë kur preket një etyrja, por kur preket një grua që i takon kundërshtarit, pastaj aty hera herës bëhet dhe palë për fat të keq. Për fat të keq, po. Marinela,